Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar Gatime për fillestar. Sot kena me përgatit pasta aziatike me mish të grirë dhe perime. Është një recetë shumë e shijshme, e shpejtë dhe perfekte për këto ditë Ramazani, sidomos për iftar kur duam diçka të ngrohtë, të plotë dhe që na mban gjatë gjithë ditës. Dhe këto janë perime që do t'i përdorim sot. Kam një qep të kuqe, këpurdha, pak qoj, një spec dhe qep të njum. Mundi me përdorë sipas dëshirës, çfarë do lloj perime, por ky kombinim del shumë i mirë dhe kjo recetë kërkon gjithashtu dhe hudhër, por unë nuk kisha hudhër, kështu që në vend të kësaj do të përdor hudhër pluhur. Tani vendosim tiganin e zjarr mesatar dhe shtojmë pak vaj. Sa po të nxejmë vajin, shtojmë mishin e grirë, ku do ta skuqim rreth 5 minuta, duke e coptuar mirë me lugë që të piqet një trecë. Kur mishi të jetë gati, do t'i hidhim piper të kuq, krip dhe siç e ceka në fillim, hudhër pluhur. Mishin e kemi përzier mirë, i kam marrë gjitha erëzat, pastaj do i shtojmë qepën e kuqe, do ta kavardisim mirë derisa qepa të zbutet ose përndryshe derisa të lëshojë një aromë.
Tani do ta kalojmë në tigan, qepën e njom dhe qojmë. Jom të i përzi me këtë kopsën që e rrotullojna mishin, sepse perimet për arsye që i kërkon receta është të gjata, duke i përzirë na dalin nga tigani, kështu që kjo për mu ka një ide shumë e lehtë edhe e mirë, ju kisha rekomandu edhe juve gjithashtu, sepse njëtën ku edhe i kop edhe i përzin, pra nëse i përzin me ndonjë lugë, atëherë gjitha do të na dalin nga tigani. Dhe kështu dal nga dal kemi orë deri në fund të perimeve, ku do t'i lëm për rreth 2-3 minuta, nuk do t'i zbutim shumë, por do t'i lëm mesatarisht të buta, sepse edhe pak minuta do t'i zjem me pak sos, kështu që ndiqni video në vazhdim. Dhe tani do t'i shtojmë 100 ml salcë, ku do t'a lëm për 5 minuta derisa sosi të trashet. Tani vendosim një tenxhere me ujë në zjarr me pak krip dhe vaj, ku do të presim derisa të vlojë dhe pastaj do t'i hedhim shpagetat. Dhe tani që ujin e kemi gati, temperaturën e shpëritit do ta ndalim nga 9 në 6, do ta ulim poshtë, ku do t'i lëm shpagetat të zihen për 10 minuta në temperaturë të ngadaltë. Shpageta duhet i përzijmë her pas here, veçanërisht nëse i përdorni kështu siç i kam marrën gabimisht të holla, sepse nuk i preferoj fare, se ngjiten shumë gjatë zirjes, sado që mundohesh me i kontrollu, por do të mundohem me këto që është ekstra për shpageta me përzi shumë më shpesh se sa zakonisht. Pasi shpagetat e janë gati, do t'i kalojmë në rjetën ku do t'i lëm të kullohen dhe në të njëjtën vend ku i kemi zier shpagetat, për të mos humbur kohë, do t'i fërgojmë dhe disa vezë, kështu që prapë ndiqni videon. Tani që vezët janë gati, i kalojmë shpagetat mbi vezët dhe perimet ku i kemi përgatitur më parë dhe mundohemi që t'i përzim të gjitha përbërësit bashkë. Përgatitja jonë është gati dhe shpresoj shumë që po ju ndihmoj këto ditë të Ramazanit që duhet me gjetë receta patjetër, e sidomos ato që ju mbajnë gjatë gjithë ditës.
Dhe gjithashtu ju uroj një agjerim sa më të lehtë të gjithë besimtarëve musliman kudo që jeni. Ju përshëndes shumë.